Përshëndetje të nderuar miq të gazetës Lajm dhe Lajm TV. Jemi së bashku në emisionin e radhës në pika e takimit. Sot kemi nderin dhe privilegjin që për misafir në studio të kemi akademikun zotëri Abdelmenaf Bexhetin, i cili përpos botës akademike dhe asaj universitare, një pjesë të jetës së tij ja ka kushtuar edhe politikës. Zotëri Bexheti, mirë se erdhët. Faleminderit për mundësinë, Florian. Faleminderit, kënaqësia është e jona. Deshta këtë bashkëbisedim fillimisht ta nisim me një temë që është më aktuale edhe për qytetarët, besoj që zgjon më shumë interes, ajo çështja e krizës ekonomike. Para disa ditësh u arrit një anëpushim ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit për një anëpushim dijavor dhe duket se në tregun botror nafta filloi të bjerë. Mirëpo kjo luftë sa zgjati një muaj pati implikacione shumë negative për ekonominë e vendit tonë, inflacioni vazhdimisht rritet, çmimet rriten, produktet shtrenjtohen dhe jeta e qytetarit shkon duke u bërë sa më e vështirë. Cili është opinioni juaj në lidhje me këtë inflacionin, a do të vazhdojë të rritet, a ka ndonjë shpresë se çmimet mund të bien, apo edhe vetë shteti çfarë masash mund të merr? Florian, unë që në ditën e parë që filloi konflikti midis Izraelit dhe Iranit, realisht SBA-s të involuar në të, kam patur një vlerësim timin, goxha të them ka qenë pesimistik, paralajmërues, dhe njëkohësisht duke kërkuar që reagimet e politikbërjes ekonomike të jenë edhe në kohë, edhe në hapësirë përshtatshme konform rrethanave të cilët ndodhin dhe fatkeqësisht parashikimi ishte im atje se brenda 2 javë çmimi i naftës do të kalojë $100 për barel, në atë kohë kur filloi ishte $72 për barel. Dhe kjo ndodhi duke pas parasysh se nafta e papërpunuar dhe më pas derivatet e saj janë elementi pothuaj me ndikim më të madh, jo vetëm përmes sektorit energjetik, por edhe të gjithë ekonomisë, për shkak se ajo interferon më pas në të gjithë sektorët, duke filluar nga sektori bazik energjetik, më pas ai ushqimor, ai bujqësor, ai turizmit, ai transportit dhe të gjithë sektorët tjerë drejt për drejt, efektet zinxhirore bartën deri te hallka e fundit e zinxhirit. Dhe këtë kjo vareshte dhe ishte parashikuar varësisht se si do shkojë dhe sa do zgjas. Sepse një val e krijuar e momentit është më shumë spekulative dhe zakonisht ato janë. Pra janë momentet e shpekulimeve në treg. Flasim për tregjet kapitale, tregjet e rëndësishme që i krijojnë çmimet e mallrave strategjik. Reagimet e valeve të para janë kryesisht spekulative, manipulohen dhe keqpërdoren rezervat shtetërore, kështu me radhë. Dhe sugjerimi im aso kohë, para 5 javësh, ishte se parën punë që duhet bëjmë, me që u tha se në rastin tonë qeveria ka rezerva 60 ditore të mallrave strategjik, përfshi këtu edhe derivatet e naftës, ishte që më njëherë të filloj që të nxjerr nga rezervat shtetërore në treg që të shuan atë etjen të profiterëve të momentit që në ekonomi gjithmonë janë dhe zakonisht këtu sektori energjetik është pothuajse bipolar, nuk është as oligopol në rastin tonë, me që 70% të sektorit energjetik e kontrollon një kompani, që është Mak Petroli, dhe normalisht që ata e përdorin këtë pozicion në treg më pas, dhe i dini fare mirë ato radhët që u krijuan në pikat e karburanteve, që ishin këtë si rezultat i menaxhimit ditor të rezervave të tyre, duke limituar dhe duke pritur rritjet e para të çmimeve. Llogaritjet e bëra fillimisht në supozimin se kjo krizë do zgjat 1 apo 2 muaj, janë që rreth 10% të rritjes së çmimit të naftës do impaktoj inflacionin me 0,1 deri në 0,15% në nivel
pra të inflacionit të përgjithshëm. Dhe kjo po vërtetohet sot. Dhe kemi ne më shumë se gati 0,2-0,3% shkritjen e shkallës e inflacionit të impaktuar deri tani nga çmimet e derivateve të naftës. Dhënë Zoti që situata të qetësohen, të gjenden rrugë për stabilizimin e gjendjes, por në anën tjetër merremi vesh se ne tani prej krize në krizë jemi duke shkuar. Pra se kemi filluar nga Covid-2019, për të mos shkuar te kriza e 2007, 2009 e kështu me radhë, por nga 2019-20, ne tani pothuajse 7-8 vite jemi vazhdimisht në kriza, njëra pas tjetrës, sepse me rastin e luftës së Ukrainës, atje po ashtu mallra strategjik përfshi edhe gazin, edhe naftën, edhe shumë të tjera ndikuan, shkaktuan çrregullimet energjetike, në energjetik çmimet shkuan në 7 fishuan, e 8 fishuan brenda një ciklit veror. E krejt kjo krijoi mundësi që disa kompani të fuqishme të jenë përfitues të mëdhej, por mesatarët të humbin. Dhe kjo zakonisht ndodh, fenomeni i rishpërndarjes së pasurisë në situata të tilla. Dhe tregjet pastaj reagojnë mandej në aspektin plotësues, sepse sot edhe parat janë më të shtrenjta në botë, bankat qendrore të vendeve duke filluar nga rezervat federale të SBA-s, Fedi, më pas banka evropiane qendrore, kështu me radhë, dhe bankat tona nacionale, menjëherë normat e interesit bazë i ngren, i rritin, ato e shtrejtojnë paran, reduktojnë kreditimin, dhe në këtë situatë pra marrin edhe profitet e veta, përfiton sektori, por në fakt humbin shumë sektor tjerë. Çfarë masa konkrete, a mund të ndërmerrsh shteti diçka, apo a mund të shohim ndonjë dritë në fund të tunelit? Në këto situata sigurisht përsëri po i referohemi gjithkohës, krejtësisht do varet sa kjo krizë do të zgjatë. Do të thonë ajo do të jetë determinanta që do përcaktojë mënyrën se si do shkojnë gjërat, por mendoj se reagimet e para të qeverisë në marrjen e masave thash, u desh të shkohet me rezerva strategjike për të qetësuar ato valet e para të cilët janë më goditëse, që goditën goxha dhe rritjen më të madhe të çmimeve, dhe më pas edhe reduktimi i TVSH-s nga 18 në 10%, mendoj se ishte masë e qelluar ekonomike, por jo edhe ulja akcizave. Ndoshta duhet të qeveria tani të shkojë edhe më tej ta ul TVSH-n, por mos prek sistemin e akcizave, për shkak se është shumë specifike. Tani kjo mund të tingëlloj pak të them, jo inkurajuese për konsumatorët, për qytetarët, mirë po hapësira e vetme është që nëse ju rritet çmimi, rritet baza, mbi atë bazë ju arkëtoni më shumë TVSH, se është në çmimin shitës, është në përqindje, ndërkohë që akciza është në vlerë absolute, pra jepet në litër apo në kilogram. Dhe ulja e vlerës absolute të akcizës nuk e ndihmon shumë. Dhe mbi të gjitha nuk e ndihmon ata që duhet, që janë të goditur. Në këtë rast duhet të ruaj qeveria të kujdeset për target grupet sociale që janë në nevojë. Niveli i të ardhurave familjare dhe individuale të tyre ku është në nivelin e shpotës e konsumit, aty duhet qeveria të ndihmojë. Pra në një mënyrë, mlidh tatimet nga gjithë dhe rishpërndaj atje ku ka nevojë. Zakonisht themi politikat fiskale duhet bëhen të targetuara dhe kontraciklike. Pra gjë për cilën, po kjo është më vështirë për të bë, është po ashtu e ndikueshme në afat kohor, atë periudhën kohore ne në ekonomi kemi shumë të rëndësishme, time lag që themi, edhe për arsye të kanaleve të transmisionit të efektivitetit të politikave nga momenti ku bëhet politika deri te impaktimi i konsumatorit fundit. Dhe prandaj këtu duhet të marr masa të tilla të cilat në një mënyrë apo tjetër do mbledhin të ardhurat, do mbledhin të dhënat nga ato mbi mesatar dhe mesatar, dhe do të kujdesen për të dediku për ruajtjen e standardit jetësor të familjeve që janë në nevojë dhe që siç e dini janë diku 7-18% e popullatës së Maqedonisë jeton në pragun e varfërisë. Pra këtu duhet kujdesur para se gjithashtu për këtë shtresë. Dhe normalisht për çmimet caktuara, jo vetëm për derivatet naftës, por edhe çmimet tjera të subvencionohen, të kontrollohen e kështu me radhë. Sepse ju kur ulni tatimin, atë shfrytëzojnë edhe ato të cilët nuk kanë nevojë dhe që shpenzojnë pa llogarimbajtje se sa, si se nuk varen
nga të ardhurat e caktuara ditore. Andaj që mendoj se këto duhet të jenë selektive, duhet të jenë masa të targetuara dhe duhet të jenë mirë të definuara. Kuptoj. Profesor, të kthehemi pak politikës, ashtu ta quajmë. Ju gjatë fillimit të viteve të 90-ta keni qenë pjesë e asaj plejades e intelektualëve shqiptar të cilët organizuan politikisht në këtë sistemin pluralist. Mirë po, edhe aso kohë partisë shqiptare kanë qenë pjesë e pushtetit, mirë po me siguri se për dallim nga kohët e sotme, atëherë më e vështirë ka qenë për një ministër apo për një deputet, një drejtor shqiptar për të menaxhuar, për shkak se tek e fundit kanë munguar edhe resurset, edhe ka patur në ato administratat e shtetit edhe më pak të punësuar shqiptar dhe me siguri ka qenë pak më e vështirë. Mirë po, cilat ishin ato sfidat kryesore të një politikani shqiptar të viteve të 90-ta ose edhe të një intelektuali shqiptar? Florian, unë jam kiqur në rrjedhat politike në moshën time 29-30 vjeçare, në moshën kryesisht rinore, me një përvojë pune rreth 6-7 vite sa I kisha krijuar deri atë kohë, duke qenë I angazhuar në institucionet financiare, pra në inspektimin financiar në sferën e fushës drejtorisë të ardhurave publike, dhe normalisht me njëherë diku 7-8 muaj pas angazhimit tim në politik, subjekti aso kohë I PPD-s ka identifikuar potencial tek unë dhe më angazhoi të jem zëvendës drejtor general I drejtorisë të ardhurave publike në nivel të shtetit. Dhe kjo në një moshë 32 vjeçare, jo standarde për kohën dhe për politikat që bëheshin kadrovike në atë kohë. Sepse në atë kohë, edhe rrethanat kanë qenë të tilla, mirë po, të vish deri në nivel të një pushteti edhe ekzekutiv, po edhe legjislativ, po deshet edhe ligjbërës, kanë qenë kriteret goxha, të them selektive dhe të ngritura në nivel të lartë. Duke filluar nga ato kriteret bazë të vlerës, të ashtu quajturit karakterit, të backgroundit, pastërtisë, etike dhe shumë çka tjetër dhe profesionalizmi mbi të gjitha. Dhe nëse I kthehemi retrospektiv në atë që ju e nënvizuat, edhe sot e kësaj dite, të gjithë garniturat të tjera, po flasim qofshin pjesës e elitës politike shqiptare, nëse mund ta quajmë elitë, po ashtu edhe ato maqedonase kujtojnë kohën e PPD-s për nga profilimi kadrovik I resurseve kadrovike të asaj kohe. Pra nuk ka mund të imagjinohet pa u bazuar në merita, në ekspertizë dhe në dëshmi që të vish në një nivel spaku jo aq të lartë politik, sepse në struktura caktuara bazike ne kemi filluar nga zero. Unë ju them një fakt që cilën ju e dini se edhe I ndjeri prindi juaj, ka qenë po ashtu gjithkohës aktiv dhe ka mbajtur gjithkohës edhe evidenca, edhe analiza, edhe shënime, të cilët janë të shkruara aso kohë, shqiptarët merrnin pjesë në administratën publike dhe shtetore me rreth 2%. Pra, një që ka qenë të mbyllura institucionet, mundësia për të kiqur dhe strukturimi kadrovik, potenciali kadrovik ka qenë shumë më I reduktuar, se nuk kemi pasur siç kemi sot 3 universitete të cilat profilojnë dhe nxjerrin struktura kadrovike adekuate, po edhe kriteret për të arritur dhe për të progresuar në karrierë kanë qenë goxha të larta, të bazuara përsëri po them në merita, të bazuara në kompleksitetin e vlerave dhe shumë çka. Që normalisht sot jo që s'janë, por sistemi I vlerave sot nuk funksionon fare. Pra në përgjithësi po ta marrim dhe në gjitha sferat dhe jo vetëm tek shqiptarët. Fatkeqësisht edhe të gjithë të tjerët është e njëjta situatë dhe normalisht sot është bërë në një farë mënyra I sistemi që themi ne I transferit më shpejt në politik transferohen se sa lojtarët në sport apo të ngjashme. Njerëzit I ndrojnë përcaktimet, I ndrojnë sepse nuk ka pasur një shtyllë që ka lidhur atë kryesore. Ideologjia mbi të gjitha. Pra nëse dikush e radhit në një strukturë politike, faktori kryesor ka qenë faktori I ideologjisë, faktori I përcaktimit për atë
që themi madhore, no? E mandej, e treta, e katërta ka ardhur edhe interesi personal, se ne njerëz kemi tjenë, nuk është se s'kemi tjenë të ndikuar e kështu me radhë, por megjithatë mbi të gjitha ka pas rankim dhe prioritete të cilët nuk kanë mund të anashkalohen. Sot është krejtësisht diçka tjetër, fatkeqësisht, por normal sot kanë ndryshuar edhe rrethanat, edhe unë nuk pres që 30 vite më vonë të jenë të njëjtët qasje kritere, sepse dikur edhe nuk keni mund të identifikoni profilet letë. Jo din fare mirë, para 30 vitesh nuk kemi pas rrjeta sociale, nuk i kemi pas të identifikuar, pra s'kemi mund edhe ti gjejmë, por në një mënyrë apo tjetër eshalonin mbaj mend unë të fund viteve 90-ta të PPD-s, i cili ishte eshaloni i dytë shumë pak, po më shumë i tretë, u etablu në subjektet e reja tjera, pas vitit 2000, pas marrëveshjes së Ohrit, si eshaloni parë diku tjetër. Dhe kur ju eshaloni tret, niveli tret i strukturave etablohet diku si niveli parë, mandej fillon devalvimi dhe rënja e kritereve të derave, dhe fatkeqësisht sot gjendja është ashtu siç është. Prandaj sot ekziston një botkuptim se PPD ka qenë partie e intelektualëve. A ish me të Unë vërtetë megjithatë do të kisha thënë s'pari organizimi i parë politik në Maqedoni, po deshet edhe gjithë shqiptar. PPD ka qenë edhe shkolla e parë politike. PPD kishim struktura të caktuara të cilët kishin jo vetëm filozofin politike, por kishin edhe në një mënyrë apo tjetër teorinë e filozofisë politike të funduar dhe bazuar. Dikur mbaj mend, kur Indjeri ish kryetari i PPD-s, një nga ish kryetarët e PPD-s, kur diskutonte Abdirahman Aliti në debatet e tij në parlament, thot populli miza fluturon dhe dëgjoheshte. Sot ka rënë niveli askush nuk e ndëgjon askënd. Përpos reagimeve ndaj ofendimeve dhe baltëhedhjes ndaj kundërshtarit që deri dje kanë qenë bashkë. Në një mënyrë apo tjetër, unë kur them vlerat, kontekstin më të gjerë të fjalës, habitem se si njerëzit atë shpejt i ndrojnë përkatësit, bluzat partijake, deri dje ka shpall dikën të smurë psikikisht, dhe sot radhitet në krah të tij ku ka mbet pra ai kriter bazik që duhet njerëzit të organizohen në një familje politike për t'i besuar një koncepti, një ideologjie, pra kjo flet vetveti. Këtë ditë u bë përsëri temë marrëveshja e Ohrit. Edhe ne të gjithë dim dhe kemi lexuar tekstin e marrëveshjes së Ohrit, i cili është i nënshkruar që në vitin 2001. Mirë po tash pas 25 viteve, sikur hapen përsëri të njëjtat tema, ajo që më intereson edhe që desha të ju pyes për marrëveshjen e Ohrit, teksti që është. A është një tekst i cili i përmbush, domethënë ato të gjitha të drejtat e shqiptarëve? Dhe nëse po, atëherë angelen problemi të zbatimi i marrëveshjes së Ohrit, për shkak se nëse edhe sot pas 25 vitesh ende parashtrojmë pyetjen se a jemi apo si jemi shtet formues, apo gjuha shqipe është apo nuk është zyrtare, besoj se ndoshta tefrima e marrëveshjes së Ohrit nuk është problemi sa është Po e vërtet është këtë që thoni se nuk është tani gjeneza e problemeve aktuale që po na ndodhin, nuk është te frima e marrëveshjes së Ohrit, por realisht edhe marrëveshja e Ohrit nuk ka qenë një produkt që i ka zgjidhur të gjitha çështjet. Por në një mënyrë apo tjetër në koncept, atë që i referohemi, ku është frima, ku është dashurshkohet, ka pas komponentën e progresit brenda shoqërisë. Pra të krijohet ai kohezioni shoqëror, social e kështu me radhë, duke ardhur dhe duke i zgjidhur problemet aktuale. Ju e dini fare mirë, marrëveshja e Ohrit ka pas një plan veprimi që është dashur të zbatohet, përmbyllet në vitin 2005. Dhe jo në 2005, pas në vitin 2025 ajo e tërë, e plot, nuk është përmbushur, për shembull, me fakte po ju them se decentralizimi fiskal as sot e kësaj dite, që është shtylla e tretë e marrëveshjes së Ohrit, nuk është përmbushur. E drejta apo vendimëria konsensuale në parlament, apo badinteri, mekanizmi badinterit, edhe sot e kësaj dite, pra nuk është funksional në tërësinë e vetë, sepse ka edhe keq përdorime, keq kuptime të ndryshme. Unë mbaj mend që në vitin 2005 ka qelluar, kur skadoi marrëveshja e Ohrit, falni,
unë kam qenë në aso kohë për 1 vjet e gjysmë kryetari i Partisë Prosperitetit Demokratik. Më falni. Dhe me rastin e përmbylljes 2005, kemi pas një takim me ndërmjetësim të ambasadës Shërbas në Ohër, ku merrnin pjesë partitë parlamentare shqiptare, pra 2 partitë më të mëdha aso kohë, veçmon 2005 BDI ishte dominante, PDSH-ja ishte po ashtu me një numër më të madh të deputetëve, po PD-ja kishte vetëm 2 deputet në 2005. Ambasadori amerikan, kryetari i shtetit, kryeministri, pra në atë kohë kryeministri ishte drejtori aktual i Bankës Komerciale. Dhe kërkonin që të nënshkruajmë një deklarat me të cilën do pajtohemi të gjithë partitë, pra 2 partitë më të mëdha maqedonase, përfaqësuar edhe VMRO edhe LSDM, dhe 3 partitë parlamentare shqiptare, të nënshkruajmë një deklarat publike për ta inkurajuar procesin dhe të konstatohet njëkohësisht se në drejtim të mbar është rrugtimi rreth realizimit të marrëveshjes ore. Dhe njerëzit, disa prej këtyre janë fatmirësisht akoma aktor të gjallë, do kujtojnë momentin që vetëm unë refuzoja ta nënshkruaj atë deklaratë, se realisht mund të themi se gati as 20% nuk ishte mbush marrëveshja ore. Pra ishim larg asaj që të vim deri në gjysmë, lëre më tej, dhe kundërshtoja atë, dhe realisht në atë kohë të 2 subjekte shqiptare që ishin përfaqësuar në atë kohë nga Injiri Arbu Xhaferi dhe njëkohësisht edhe kryetari aktual i BDI-s Ali Ahmeti, në një mënyrë apo tjetër doshin të marginalizojnë PPD-n, por ambasada amerikane insistonte se PPD-ja ishte nënshkruese e marrëveshjes ore. Nga ai aspekt ishte i rëndësishëm, se jo nga numri i deputetëve, vërtet ne kishim vetëm 2 deputet, dhe de facto ne nuk e nënshkruam atë deklarat për arsye të cekura, sepse në mënyrë faktografike ju radhitëm çështje të cilët kanë ngecje shumë të mëdha. Dhe sot në kontekst të kësaj që ndodh, fatkeqësisht që gjërat rikthehen pas për të kontestuar, shpresoj jo me strategji të caktuar për ta zhbë marrëveshjen e Ohrit, siç ka mendime të tilla gjithnjë më shumë, sepse unë mendoj se ajo është e pamundur, nuk ka mundësi, duhet të zhbëhet shteti, po të zhbëhet se fundamenti i shtetit është kushtetuta. Realisht, ju e dini se u ndërpre negocimi më të tjeshëm i marrëveshjes së Ohrit në vitin 2001, ditën kur ndodhi Karpalloku. Dhe ato ditë, përfaqësuesi i Bashkisë Ndërkombëtare këtu mbillen. Dhe nëse ju kujtohet, në marrëveshjen e Ohrit bile nuk ka qenë as e normatizuar mundësia për legalizimin e Universitetit Tetovës, siç ishte edhe parapar. Dhe kjo e bëri ato që të ngecë, se që të shkojë edhe 3 vite më vonë, 4 vite më vonë për të legalizu dhe formalizu. Ashtu që unë nuk mendoj se marrëveshja e Ohrit mund të zhbëhet, sepse do vëm pikpyetje mbi jetimin e shtetit, ndoshta edhe zhbërja edhe e shtetit, se marrëveshja e Ohrit në një mënyrë apo tjetër ishte e fituar me gjak. Dhe gjërat që fitohen, prandaj thuhet, gjërat e qëndrueshme fitohen. Ata nuk merren se dikush t'i jep. Prandaj edhe si rezultat i mospërmbushjeve paraprake, dështimeve paraprake, erdhi deri te konflikti që ne e quam atë kohë kryengritja shqiptare në Maqedoni, e që realisht ishte kryengritje për shkak se populli ishte krejt në një vijë të plot me ndonjë përjashtim individual të ndonjë subjekti apo individi që ishin pjesë e qeverisë në momentin, dhe i kujtojmë ato deklaratat të këqija të them fatkeqësisht të tilla rreth asaj se si do shkoj dhe çka do shkoj, por mendoj se një nga problemet kryesore ka mbetur edhe çështja e preambulës së Kushtetutës. Për pikpamjen time unë kam shkruar goxha për këtë. Në momentin që ajo nuk u bë, si thot populli, as vajz as peshk, për shkak se e dini fare mirë formulimi i preambulës e përcakton frymën e shtetit, për shkak se atje jemi pjesë e popullit. Dhe pjesa e popullit në interpretim të drejtës ndërkombëtare nënkupton pakicë. Dhe fatkeqësisht ky formulim jo i këndshëm, jo adekuat,
ka shkuar në preambulën e Kushtetutës, pavarësisht se pjesa normative brenda është më në rregull. Mandej edhe ligjet tjera që sillen kanë qenë ligje të cilët normativisht kanë avancuar çështjet gradualisht, por jo edhe në zbatim. Pra në vitin 2018, kur solli edhe ligji për përdorimin e gjuhës shqipe i avancuar goxha në kapacitetin e sotëm që ne flasim, unë kam pas një paraqitje ku kam vlerësuar zëshëm se ne akoma nuk kemi arrit ligjin paraprak në tërësi ta zbatojmë në kapacitetin e plot siç e parashifte. Dhe do na duhet goxha kohë të arrijmë në zbatimin e plot të ligjit 2018-s. Fatkeqësisht sot gjërat po shkojnë pas me tentim për shantazhe të formave të ndryshme, se është i pazbatueshëm në gjyqësor, është rënd i zbatueshëm në vende ku shqiptarët nuk janë shumicë e kështu me radhë, dhe duhem ta ulim në një mënyrë kapacitetin e përdorimit të gjuhës shqipe në rrafsh lokal. Pra vetëm në vendet ku shqiptarët janë mbi 20%, siç edhe fatkeqësisht emërtohet gjuha e 20%. Fatkeqësisht. Profesor, në këto dy ciklet e fundit zgjedhore kishin vetëm dy koalicione, apo vetëm dy bloqe, ta themi. A mendoni se dhe këto dy bloqe prodhuan krejt 32 deputet? A mendoni se ekzistimi vetëm dy bloqeve ose dy partive duhet të vazhdohet, domethënë edhe më tej me këtë sistem bipolar ta quaj, dhe shqiptarët mund të përfitojnë më tepër? Apo sepse kemi disa paralajmërime për krijimin e disa partive të reja, si mendoni çka ju konvenon më tepër shqiptarëve? Vetëm dy parti apo ndoshta për demokracinë është më shëndetshme të ketë edhe parti tjerë? Dikur para se të ndodhin këto grupime politike në një mënyrë për tu them konsoliduar dhe për ta utilizuar në tërësi votën shqiptare, shumica mendonin, njerëzit analistët të cilët merren me këtë punë mendonin se realisht ajo mund të ndikojë në numrin e deputetëve dhe numri i deputetëve do përcaktojë më pas pra edhe avancimin e të drejtave shqiptare. Unë ju kujtoj se empiria e demantoi këtë çështje për shkak se ne dim periudha ku për shembull BDI ka pasur vetëm 10 deputet. Dhe ju fare mirë mund ta identifikoni se 10 deputet kanë qenë më të fuqishëm se sa sot që janë gjithsej 16 plus 14, 32, 33 e kështu me radhë. Pra, numri i deputetëve shqiptar për vete per se nuk nënkupton një avancim të drejtave shqiptarëve, por ekuacioni politik i palës tjetër. Pra, varet krejtësisht struktura e ekuacionit politik të subjekteve maqedonase që e krijojnë shumicën qeveritare dhe të vini një situatë që të përfitoni maksimumin e mundshëm dhe ta merrni maksimumin e mundshëm brenda atyre formulave. Tani po zhvillohen jo vetëm për konsolidime grupacioneve politike, se nuk ishte konsolidimi i bazuar mbi çështje të prioriteteve dhe intereseve kombëtare, e aq më pak ideologjike. Po ishte një amalgam e kombinimeve të ndryshme, bile pa definuar. Unë nuk mund të identifikoj ku t'i shoh ato profile si u radhitën, si të njëri blok edhe të bloku tjetër, se kanë ndonjë dallim esencial, ideologjik, platformë apo dallim programor. Duke u hutuar t'i bëjnë grupet sa më përfituese për vetvete, ata harruan dhe janë ashkaluan t'i lexojnë programet e shumicës palës tjetër. Po vëmëroq këto gjëra që i bën, posaçërisht përfaqësimin, zhdukjen e balanserit, po i kanë program. Pra, program zgjedhor me cilën ajo doli në zgjedhje dhe mori atë shumicë absolute. Këta se kishin lexuar programin e jo më mandej ku do hinë në negocime me ta që të shohin ka dalë, po ju keni paraprakisht përcaktuar gjëra të cilët në një mënyrë apo tjetër e vënë në pikpyetje edhe atë të drejtë të cilët ne kemi të realizuar. Pra, nuk jam i thtar i atyre të cilët mendojnë se vetëm grupimi politik që nuk bazohet mbi bazë të ideologjisë, mbi bazë të konceptit, mbi bazë të prioritetit të programor, do jetë i dobishëm. Tani keni parasysh edhe situatat rreth njësive zgjedhore. Dhe dëgjoj bile fatkeqësisht edhe pjesën shqiptare që
po don të pajtohet me një njësi zgjedhore tër Maqedonia. Në kushte kur ne 2/3 e popullatës nuk i kemi në vend. Pra, kur ne luftonim në vitet 90-ta për një njësi zgjedhore, sepse popullata ishte këtu, dhe atëherë do kishim mbi 45 deputet në nivel të shtetit, sepse një deputet në vitin 92-91 zgjidheshte me 21.000 vota, dhe ju kujtoj, profesor Xheladin Murati është zgjedhur me 20.000 vota, ndërkohë që një deputet tjetër në Maqedoninë Lindore zgjidheshte me 3.000 vota, deri në 4.000 vota. Pra shkonte raporti 4-5-1. Sot nuk është më situata ashtu. Ju e dini fare mirë vetë, se edhe vetë bëni edhe analizat të tilla dhe e kujtoni se garën duhet ta shohim brenda strukturës dominante të shumicës son. Dhe unë mendoj se gjëra më e mirë që mund të ndodh organizimit dhe riorganizimit territorial politik është trenjësi zgjedhore. Jo pse këtë e ka një subjekt që e promovon, por sepse realisht brenda territorit, kompaktësisë tonë dhe strukturës dominante popullsisë, ne mund të humbim më pak, pavarësisht se do votojnë pjesëmarrje në votim numri më i vogël i votuesve. Neve nuk na del mesatarja të shqiptarëve mbi 35-36%, apo? Pala tjetër e ka mesataren mbi 25-26. Me automatizëm 10-12% kanë më shumë. Pra kjo edhe matematikisht, ku të vetë në nivel të një njësie zgjedhore, do merr shumicën. Prandaj janë çështje të cilët në një mënyrë apo tjetër nuk duhet bëhen mbi bazën e disponimit sa do fitojnë si parti, po mbi bazën e asaj që të shohim realisht si do jetë outcome apo rezultati përfundimtar i asaj formulës, e formulat politike ndonjëherë në shtëpi nuk ju dalin sakta në treg. Këto vitet e fundit një temë që përflitet shumë është ndikimi i dy kryeministrave shqiptar, Albin Kurti te Vlenia dhe Edi Ramës te BDI-ja. Mirë po, tani kjo pala Maqedone se këto zakonisht i shef si ndërhyrje në punët e brendshme, ndërsa këto partit tona më shumë i shohin si kështu takime më shumë miqësore, lidhje miqësore që i kanë njëra me tjetrën. Mirë po gjithsesi se në bicikletë e fundit zgjedhore është vërejt një ndikim si te njëra dhe te tjetra. Nuk them se është diçka negative, mirë po a mendoni ju se ne si shqiptarë Maqedonisë së Veriut kemi kapacitetet intelektuale të duhura që të bëjmë politika që janë kështu autoktone t'i quaj, apo autentike, pa pasur nevojë nga ndërhyrjet. Mos t'i quaj ndërhyrje, po ndikimet i themi. Po potencial gjithsesi si kemi, krahasimisht me para 20 vite, para 30 vite, sot kemi potencial shumë më të mirë, bile edhe rinor, bile edhe cilësor, po fatkeqësisht se kush janë ata leadershipi që përcakton udhëheqjen, pra e keni parasysh. Japonezët thonë 1/10 i tyre është meritor për të udhëheq, po 9 të tjerë ndjekin. Te ne nga 10, 9 duhet të bëhen të parët. Dhe s'ka kush të ndjek pastaj. Prandaj në këtë aspekt mendoj se e ka edhe detyrim, posaçërisht Shqipëria, po pse jo edhe Kosova, edhe pse është në formësim të rrumbullakësim të shtetbërjes së vet, ndikimi që tjetë për pozitivitet, po jo ndërhyrjet konjunkturale. Fatkeqësisht, unë mendoj se ndërhyrjet anësore, kur bëhen në konjunktura, duke mbështetur këtë apo atë subjekt, që ju japin kredi politike subjekteve përkatëse, janë të momentit dhe janë të dëmshme. Pra këto në një mënyrë apo tjetër, pavarësisht se janë të mirë se ardhura, po të jenë koordinuese. Pa tjetër ne duhet të koordinohemi. Unë e shoh të them faktorin shqiptar në region si shumë vëllezër të ndarë në administrimet e veta të veçanta, po vllau i madh mbetet vllau i madh, vllau i dytë mbetet i dytë, ne jemi vllau i tretë. Ne kemi nevojë qoftë për koordinim, qoftë për mbështetje, qoftë për aq më tepër kur territoret tona janë konsistente. Pra edhe keni kompaktësi territoriale, në cilën si në krahun e Kosovës, ashtu edhe në krahun e Shqipërisë, nga pjesa e Kumanovës, e Likovës, e deri në Ohër, ne kemi kompaktësi territoriale që na lidhin shumë interesa. Po flasim rreth korridoreve, flasim rreth zhvillimeve tona, flasim rreth rrugëve të përbashkëta,
që lidhen këto janë çështje të cilat duhen koordinuar patjetër, por jo me ndërhyrje të natyrës politike, kjo është përkrasi që unë i jap anën tjetër dhe ata në një mënyrë nuk koordinohen fare. Mendoj se na kanë dëmtuar, pikërisht posaçërisht ndërhyrja e kryeministrit Kurti në subjektin disa paraqitje të tij në kuptimin e asaj se a është gjuha shqipe zyrtare apo nuk është, e kështu me radhë një kryeministri që ne presim mbështetjen më të fuqishme, me gojën e vet ta përcakton se nuk është gjuha shqipe zyrtare, pavarësisht se janë bindje të caktuara, pra edhe normativisht mund të diskutohet ajo çështje, por nuk është çështja normative, është çështja politike. Pra dhe jo gjithmonë çështjet politike, dilemat politike, konceptet politike duhet të shkojnë në përputhshmëri me komponentën normative. Normat i kanë bërë politika. Pra, forca që i lëviz normat është politika, jo e kundërta. Norma nuk e lëviz politikën. Dhe kjo është qasje mbrapsht. Pra nëse ti do t'i jepësh mbështetje politike, do e forsosh edhe elementin dhe komponentën këtu shqiptare për ta përmirësuar dhe për ta avansuar, jo për ta ngushtuar dhe tani vetëm ta përmbushni egon tuaj se keni thënë diçka dhe të vazhdoni të rrini duar kryq dhe dikush ta vënë në pikpyetje çështjen një gjykatës i cili ndoshta edhe normativisht mund të jetë i përgatitur, por politikisht është i papregatitur. Gjykata kushtetuese është organ mbi të gjitha edhe politik. Nuk është vetëm pastër juridik. Pra konteksti i tyre dhe frima e kushtetutës nënkupton edhe stabilitetin politik të shtetit. Po duhet të mbajë llogari edhe për pasojat që mund shkaktojnë në shoqëri. Absolut. Jo rastësisht është kulmi i pushtetit gjithësor. Sepse ne i dim të kaluarën se pikrisht, të them, qëndrime të këtilla individuale të disa njerëzve të kanë qenë në krye të institucioneve çka kanë shkaktuar. Dhe mandej pas 20 vitesh ata i ka ra pishmanit. Shikoni sot deklaratat e ish kryeministrit Georgievski. Po i dim edhe 92-shin ai çka ka bërë. Sa ata dhomat e gazit për shqiptarët e kështu me radhë ishin prej tij. Shikoni sot në njerëzit edhe evolojnë edhe shojnë. Pra nuk u referohen normave, por duhet qëndrimi politik. Dhe njëjta gjë edhe shumë të tjerë në strukturat e bashkëqeverisjes me PPD-n. LSDM-ja në atë kohë ka qenë koalicion gjithkohës 7 vjet. Unë kam qenë pjesë 2 vjet e gjys e qeverisjes, ne kemi pas koalicion konfliktual. Gjithkohës, jo koalicion partneritetit strategjik. Siç pasardhësit tonë e quajtën, se kemi partneritet strategjik. Jo, ne kishim partneritet konfliktual gjithkohës. Dhe për zgjedhje konfliktit të Tiranës që të shkojë në një mënyrë të çojë procesin. Pavarësisht se dhe shumica e tyre edhe sot, mos nuk dua të emërtoj, i dini fare mirë qëndrimet e tyre që i kanë pranuar publikisht gabimet. Kuptoj. Profesor, sa i përket integrimit të Maqedonisë në Unionin Evropian, kur i shohim këto luftra që po bëhen sot, duket se ndoshta bota mund të hyjë në një rend të ri botror, siç janë parashikimet dhe mbetja e Maqedonisë jashtë Unionit Evropian mendoj se ndoshta përbën një rrezik për vetë shtetin, mos them ekzistimin, mirë po për ardhmërinë e shtetit është një rrezik, mirë po fatkeqësisht duket se në këtë rrugën e evrointegrimeve jemi duke çaluar tepër. Në fakt edhe nuk e kemi hapur as bisedimet, rruga është totalisht e bllokuar. Fillimisht problemi është te ndryshimet kushtetuese me fuqjen e bullgarëve, mirë po cili është parashikimi juaj? A ka shpresa se mund të lëviz diçka pozitivisht në këtë aspekt? Unë mendoj se edhe ata të cilët e kundërshtojnë procesin e progresit drejt parafrimit në procesin e integrimit, e din fare mirë se nuk ka alternativë tjetër. Dhe bile atë dhe deklarativisht e nënvizojnë, e thonë. Mi për nënën tjetër, po kushtohen se derisa ne do jemi kjo zbëhet e kështu me radhë, shumë çka kanë thënë që zbëhet dhe janë bërë, dhe shumë çka që kanë thënë do bëhet nuk është bërë. Pra, ndaj unë nuk u besoj atyre fluskullave, qofshin ato edhe nga krerët kryesorë të shtetit momentit, mendoj se janë për konsum të mbrendshëm politik, ju pëlqen votuesve në qëndrimi i tillë, ata e kanë profilu votuesin e tyre,
dhe si duket edhe marrin shumicën bindse. Pra, ju e dini fare mirë mbi cilat kauza ato fitojnë bindshëm zgjedhjet dhe këtu fatkeqësisht ta kthejmë Maqedoninë, kujt ja kthejmë Maqedoninë, nuk e japim kushtetutën, ndrimin e kushtetutës, ashtu siç thonin, do ta kthejmë emrin Maqedonisë së Veriut. Dhe nuk u bën fare. Unë mendoj se në ciklin e ardhshëm politik, mbas zgjedhjeve, qofshin ato të rregullta apo të parakoshme, do ndryshojë edhe kjo qasje edhe ky koncept, për shkak se shtetet e vogla si Maqedonia, të limituara, të hapura shumë ndaj botës, ne nuk kemi një shtet të cilët jemi mësu të jemi të mbyllur. Pa shikoni, ne kemi indeksin ekonomik të hapjes më të lartin nga vendet e Ballkanit Perëndimor. Ai është 160% e produktit bruto vendor, ne kemi eksport-importin. Dhe këtë se mbyllni dot më, sepse struktura e ekonomisë është e varur. Prandaj, një situatë të tillë, shteti nuk mund të mbijetojë. Jo vetëm politikisht, por edhe ekonomikisht. Ne këto vite jemi duke humbur goxha suportime të programeve caktuara. Ju e dini fare mirë se deri tash për planin e rritjes së BE-s që është për Maqedoninë, i cili ngërthen në kumulativ diku rreth 900 milion euro, ne kemi thithur vetëm 10%. Dhe jemi vendi i fundit Ballkanit Perëndimor që më së paku kemi thithur nga ky potencial. Dhe në situatë caktuar, ku të shihni këto humbje kosto oportune politike që në këtë rast evidente, normalisht që do vi një moment, mund të jetë i vonuar, por keni parasysh, politikbërësit funksionojnë në afate të shkurta. Ata i shikojnë afatet e shkurta në politik, ata ndjekin ciklet politike, ata nuk ndjekin gjithmonë ciklet ekonomike. Ciklet ekonomike mund të vinë në lidhjen kauzale, shkak pasojë, dhe t'i godasin në kokë, por megjithatë në fund ata dalin përsëri të përfituar nga këndvështrimi dhe prizmi i individualit tyre, dhe jo i shtetbërjes apo i mirëqenies së qytetarëve, sepse si duket dhe nuk çajnë kokën shumë për. Edhe një pyetje kisha për në fund është çështja e migracionit. Ju pak më herët e përmendet këtë punën e mesataris së daljes në zgjedhje. Edhe në zgjedhjet e fundit lokale kishim 2 komuna shqiptare ku nuk arrit as censusi prej 33%. Shkollat fillore mbyllen, fshatrat zbrazen dhe tani ka disa që thonë se këto janë trendet e globalizimit dhe ndodh gjithkund në botë. Mirëpo çështja është se në regjistrimin e fundit të popullsisë aty shifrat tregojnë se më shumë janë shqiptarët që largohen nga ky vend se sa maqedonasit. Cili do të jetë zhvillimi në të ardhmen? A do të ndalet ky trend apo do të vazhdojë kështu? Fatkeqësisht unë mendoj se parakushti për të ngadalësuar ky trend dhe të fillojë procesi i rikthimit, siç ndodh në vende të tjera, sepse fenomeni i migracionit nuk është i sotëm, është historik, ekziston kudo, por jo me këtë ritëm, jo me këtë intensitet, jo me këtë dinamik, në asnjë mënyrë. Ne 15 vitet e fundit në shpras në mënyrë masive vendi. Dhe kemi ardhur situata, shkolla caktuara që klaset i kanë me 4 nxënës, 5 nxënës, që deri para 15 vitesh kanë qenë ka 35 nxënës, 40 në klasë. Pra, kjo shprazje masive është si rezultat i gjendjes sociopolitike paraseditash e sa ekonomike. Mos mendoni se të gjithë njerëzit që ikin prej këtu shkojnë për shkak standardit të ulët jetësor. Se nuk është standardi shumë më i mirë dallueshëm në perëndim, në kuptim të asaj se punojnë shumë më shumë dhe fitojnë atë sa fitojnë dhe çka u ngelin në fund. Në Zvicër vërtet rroga mesatare po të shkon në 5.000 franga, atje bruto i tregojnë të gjitha, por realisht në fund nuk u mbetet as 300 franga. Ku të vinë këndej. Nëse do punonin shqiptarët sa punojnë në Zvicër, unë ju garantoj se këtu do fitonin shumë më shumë. Dhe di raste shumë individuale të mjeshtërve, të atyre që kanë shkatësi, që kanë zeje të ndryshme që fillojnë edhe të kthehen, sepse sot është bë më e pagushme puna e tillë në vend këtu se sa që mund të fitojnë në Zvicër. Në vlerën totale mund të duket se atje ka pagën kaq apo aq, por në fund të muajit,
se shteti atje ka gjithë mënyrët për t'ju marrë, se tatimet janë 45% në Gjermani, nuk është tatimi 10% siç është e ne. Pra, në këtë mënyrë mendoj se arsyet janë të natyrës tjetër, arsyet janë të natyrës socie dhe politike. Pra, të gjithë këto tensione që krijohen, arsyet janë në shërbimet publike që i ka shteti, pra në arsim, shëndetësi, shumë kush shpërngullet që fëmijët e vet të edukoj dhe arsimoj në shkolla më cilësore. Ne jemi në fund të listave me PISA testet e OECD-s. Ju shikoni para 2 jave ishte rankimi i universiteteve në Maqedoni. Si ka mundësi, ne kemi gjithë ato universitete, UJEL-i të merr 1% të buxhetit dhe të ndaj vendin e dytë me Universitetin e Shtipit. Menjëherë pas Kirilli dhe Metodi. Kirilli dhe Metodi është 20 herë më i madh se UJEL-i dhe ikën vetëm 30 vende. Pra, në një situatë të tillë, njerëzit kërkojnë cilësi. Dhe këto janë rankime që i ka bë Evropa, që i ka bë bota, nuk i bë ne. Të jashtme janë. Edhe të jashtme janë, shumë normale. Më thënë, ne po refuzojmë tani edhe propozimet e caktuara që ndodhin në bazën e kritereve. Pse kriteret i rriten e kështu me radhë, në tjetër vetë themi se s'ban cilësia e arsimit. Do në gjitha shkallët paraprake. Shëndetësia, gjendje mjerueshme, aspekte tjera të drejtësisë, marrja e drejtësisë është shumë e rëndësishme në shtet, ndarja e drejtësisë është shumë e rëndësishme. Edhe këtu ngecim, ashtu që unë mendoj se arsyet e natyrës ekonomike janë gjithnjë e më të pakta për të arsyetuar shpërnguljen e matutjeshme të popullatës. Ata do të jenë për kthim të tyre arsye kryesore, sepse tregu i punës këtu po shpërblen ata që dinë të punojnë dhe duan. Se duhet edhe dish edhe të duash. Nuk mjafton vetëm të dish. Do të jesh i përkushtuar, do të japish punët, hakun e kështu me radhë, por mendoj se përcaktues do të jetë vërtet çështja e procesit të eurointegrimit. Nëse Maqedonia do mbetet kështu e ngulitur në mënyrë frontale me këto përkufizime dhe përcaktime që unë do marr shumicën e qeverisjes, po çka se e mbaj vendin e bllokuar, mendoj se ajo do të shkaktoj shpërnguljen gjithnjë më tepër dhe intensiteti tregon të shqiptarët. Statistika e fundit që e ka bë një publikim drejtori aktual i entit shtetëror të statistikës këtu në Maqedoni, që është profesionalisht shumë i përgatitur, unë personalisht e njoh, i cili ka bërë një projekcion se Maqedonia në vitin 2070 do ketë 1.200.000 njerëz. Unë mendoj se edhe më keq do jetë se kaq, sepse ne sot nuk kemi më shumë se 1.400.000 njerëz në vend. Ani se 2.087.000 në statistik jemi me regjistrimin e fundit. Realisht, ne sot nuk kemi më shumë se 1.4, 1.5 milion që jetojmë rezident në shtet. Andej mendoj se definitivisht nëse gjeneratat e reja do të jenë më kërkuese për instalim të standardeve dhe kritereve meritore dhe cilësisë, pra këtu nuk duhet të jemi ne ankimues gjithmonë se na diferencojnë dhe na diskriminojnë pse ne nuk jemi të aftë. Si ka mundësi të jenë shqiptarët kaq individualisht të aftë sapo dalin jashtë kufive të shtetit? Dhe i dëgjoni tani, si ish studenti i UJEL-it, pra shërben nasën me produktet e veta. Dhe është bë drejtor ekzekutiv i një kompanie. Në UJEL ka kry. Nuk ka kry në Harvard, as në Massachusetts, por punët individuale përsëri përcaktohen, ato të cilët dhe përcaktojnë shkëllimin e matutjeshëm e shoqëria politikbërja është ajo që duhet ato të mbështesë. Të krijon kushte të barabarta dhe të krijon mundësi të barabarta të gjithëve. Dhe mandej, nëse në garë marrim atë, do të marrim i bazën e meritës. Zotëri Bergjeti, ishte kënaqësi të ju kemi mysafir në studion tonë dhe njëherë që ju falenderoj për këtë bisedë kaq të hapur dhe të sinqertë. Faleminderit Florian, ishte kënaqësi edhe për mua që të rikthehemi këtyre çështjeve që goxha gjatë kohë se kishim biseduar. Kënaqësia ishte jona. Faleminderit.